Thaçi su lejua në varimin e babait Kosova, vendimi i gjykatës speciale absurd. Ministrja e Drejtësisë Albulena Xhiu e ka quajtur të padrejtë vendimin e gjykatës speciale për të mos lejuar ish-presidentin Hashim Thaçi të marrë pjesë në varimin e babait të tij. Përmes një postimi në Facebook, ministrja ka bërë të ditur se do t'i shkruajë kryetares të dhomave të specializuara. Motutja Xhiu e ka cilësuar këtë vendim si absurd dhe shkelje të drejtave themelore njerëzore. Proceset gjyqësore duhet të jenë të drejta e të bazuara mbi respektimin e të drejtave më elementare njerëzore. Nuk ka gjë më njerëzore se sa të marrësh pjesë në varimin e prindrit. Andaj, krejt absurde nga ajo që kuptuam nga mediat se ish-presidenti Thaçi nuk i është dhënë leje për të marrë pjesë në ceremoninë e varimit të babës, ka thënë Xhiu.